Moderatoria e njohur Dojna Mema ka vendosur të reagojë publikisht pas deklaratës së bërë nga Kiara Tito në emisionin Goca e Gra, duke e sjellë në vëmendje një debat që ka marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Gjithçka nisi pasi Dojna, në një intervistë në Mirëmbrëma Yje, tregoi se Kiara e kishte hequr nga lista e ndjekësve në Instagram, diçka që sipas saj kishte ndodhur pa ndonjë arsye të qartë. Pas kësaj deklarate, Kiara reagoi duke e mohuar dhe duke pretenduar se ishte Dojna ajo që e kishte bërë hapin e parë. Në këtë pikë, Dojna Mema zgjodhi të publikojë prova konkrete për të vërtetuar versionin e saj. Ajo postoi në Insta Story një pjesë nga një bisedë të vjetër në WhatsApp, ku dikush i shkruante: "Hiqe Kiara Titon, pale çaj duket vetja." Kjo pamje u interpretua nga ndjekësit si një mënyrë për të treguar se Dojna nuk e kishte bërë vetë këtë veprim, por se kishte qenë e shtyrë nga persona të tjerë. Reagimi i saj solli shumë diskutime online, pasi moderatoria njihet për karakterin e drejtë dhe mënyrën e hapur të komunikimit me publikun. Në vijim, Dojna shpërndau edhe një mesazh të gjatë në Insta Story, ku sqaroi se për të, e vërteta është gjithmonë më e rëndësishme se perceptimi publik. Mua, kur më bën një pyetje direkte, qoftë kjo edhe para kamerave, kam mjaftueshëm këllqe për të dhënë përgjigje të drejtë për drejta. E bëj edhe për rehatin time, s'më duhet të mbaj mend gënjeshtrat e të përfundoj duke i besuar edhe vetë, shkroi ajo, duke e bërë të qartë se nuk ka asnjë arsye për të fshehur ose manipuluar situata. Megjithse reagimi i saj u interpretua si një kundërpërgjigje e fortë ndaj Kiarës, Dojna theksoi se nuk ka asnjë qëllim për ta zgjatur apo për ta kthyer këtë në një konflikt të hapur. Ajo e quajti gjithë këtë histori një temë të varfër, duke treguar se nuk e sheh të denjë për të bërë pjesë e debateve të mëdha. Unë as nuk fola keq për të, përfundoi moderatoria, duke lënë të kuptohet se për të, gjithçka është e qartë dhe nuk ka vend për modyshje. Nga ana tjetër, ndjekësit janë ndarë në mendime. Një pjesë qëndron në krah të Dojnës, duke e cilësuar si të sinqertë dhe transparente, ndërsa të tjerë mendojnë se debati ka dalë jashtë kontrollit dhe po përtoret për vëmendje mediatike. Pavarësisht interpretimit të publikut, ky episod ka treguar edhe një herë sa i fortë është ndikimi i rrjeteve sociale në raportet mes personazheve publik, ku një unfollow i thjesht mund të kthehet në një lajm të madh kombëtar.